Sjellja e burrit me gruan e tij ndikon shumë në edukatën e fëmijëve. Përrejmë se si burri tallet me gruan e tij, e nënçmon para tyre, dhe normalisht se ajo do ta humbë autoritetin e saj para fëmijëve. Ata nuk do ta dëgjojnë fjalën e saj dhe këshillën e saj. Prandaj duhet që burri ta respektojë gruan e tij, e sidomos para fëmijëve që ata të marrin mësim se si duhet të jetë mirësjellja mes dy bashkëshortëve. Ndodh ndonjëherë që prindi për shkak të problemeve jo shtëpiake që preokupojnë, të irritohet më tepër se sa duhet dhe të ndikojnë negativisht në marrëdhëniet e tij me fëmijët. Prandaj, prindi është mirë të paksoj zemrimin e tij, duke kërkuar ndihmë prej Allahut Azza wa Jall, duke kërkuar falje dhe istighfar, apo duke marrë abdes kur është në gjendje të irrituar. S'mund të realizojmë një shoqëri të përkryer dhe njerëz të përkryer që i respektojnë urdhëresat e Allahut, vetëm se duke e forcuar lidhjen e prindërve me Allahun Azza wa Jall. Devotshmëria e prindërve është si mburoj preventive për fëmijët. Ajo është një prej shkaqeve që lehtëson shpëtimin e ardhmërisë së fëmijëve. Ku thot Allahu Azza wa Jall: "Le të druajnë nëse ata lënë pas vetes fëmijë të mitur, duke u brengosur për ta. Le t'i kenë frikë Allahut dhe le të flasin drejt."